إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, nga çështjet më të mëdha dhe më të rrezikshme të cilët prishin zemrën e njeriut është zbukurimi i të keqes, zbukurimi i haramit, zbukurimi i të ndaluarës në sytë e njerëzve, derisa ato e shohin ato të bukur dhe të mirë. Edhe gjithashtu shëmtimi i halalit i të lejuarës, derisa ato e shohin ato të keqe edhe të shëmtuar. Dhe se padyshim se shembujt në këtë dinë dhe në këtë fe kemi aq shumë të mëdha, për të cilën njeriu është i tillë që ai gjithherë ngan mbas haramit dhe mbas të ndaluarës dhe anon epshi i tij mbas të ndaluarës dhe e shef të ndaluarën të bukur edhe e shef ato të mirë edhe e shef më emocionueshme se sa halalin dhe atë të lejuarën që e shef gjithherë ato të zbeht dhe nuk e shef ato të bukur dhe të mirë, dhe gjithherë ndryshon dhe ndron halalin me haramin, e ndron të mirën me të keqen, e ndron të ndaluarën me të lejuarën e cila Allahu e ka bërë dritë dhe bereqet. Dhe se sot reflektojmë mbi një ngjarje e cila në vete ka një mësim shumë të madh që pa të ndodhur me një njeri me një fjalë të cilën këtë fjalë ky e tha në një pozitë shumë të rëndë dhe të vështirë, por e tha në një poezi të radhitur të fjalëve shumë të çmuara, poeti i shquar i epokës së poezisë arabe nga Basra i quajtur me emër El-Farazdaq. Ky e tha këtë fjalë dhe këtë poezi në një vend dhe në një moment shumë të rrezikshëm dhe shumë kyç o vëllezër, që pa të ndodhur kjo ngjarje që ka mësim në të, e ai i tha këto fjali duke thonë dhe u bën aq shumë të njohura këto fjali të tij që ai i përdori në atë moment duke thonë ma ajmalaki fil haram wa ma aqbahaki fil halal. Këto fjalë do të thonë sa e bukur qenke në haram dhe sa e shëmtuar ije në halal. Ndodhi një ngjarje o vëllezër me këtë poet të shquar me Farazdaq, i cili ishte i martuar, por në banesën, në ndërtesën në vendin ku ai banonte aty, në vendbanimin e tij, në banesën e tij, gjithashtu banonte dhe një fqinje e tij, një kojshike e tij, që ky me kalimin e kohës duke ngacmuar ato,
duke filtruar me to, ashtu që dëshironte që vazhdimisht duke ngacmuar të arrijë në njohje me to. Për shkak pëlqimit të epshit të tij, të cilën e pëlqente, këtë fqinjen e tij vazhdimisht e ngacmonte, ashtu sikur që e ka dikush zanat që të ngacmon vajzat edhe të rejat në rrugë që ato kanë dertin e vet, e dikush e ka zanat që të ngacmon vazhdimisht e të filtron me to me fjalë ngacmuese, duke menduar se ky është shumë i shkath për të rënë në njohuri edhe të bjen në lidhje me to. Ky nuk u ndal duke ngacmuar vazhdimisht këtë fqinjen e tij, këtë kojshikjen e tij, derisa ajo ankohet te bashkëshortja e tij. Ajo nuk i përgjigjet dhe refuzonte vazhdimisht këtë njeri dhe ankohet ankesën te bashkëshortja e tij. E pastaj bashkëshortja e tij, o vëllezër, bjen me një pajtim me këtë fqinjen e saj, që t'ja bëjnë një komplot këtij njeriu, pra burrit të saj bashku me fqinjen e saj, që ta fusin ato, ta vendojnë me një pozitë të sprovës së madhe, ta shohin se si do t'jetë gjendja e tij, do të përmbahet ky njeri. Dhe ato hartojnë një komplot të tillë të cilën e futën ato në fragrancë, pra që është në një pozitë jo të lakmueshme, që ron dakord me fqinjen e saj që t'ja jep një afat atij dhe një caktim kohor të veçantë në filan natën të vish me këto kushte në shtëpinë e saj, në banesën e saj. Dhe tha kushti të jetë dhoma e errët, mos të jetë dritë shumë. Dhe se është interesant, subhanallahu, në shumicën e vendeve të gjitha ata të cilët i kanë parë se në momentet ku shkojnë të bëjnë haram, i erësojnë këto vendet aty, që mos ta shohësh haramin dhe zbehjen dhe ta shohësh atë egërsirën e asaj të keqës. E ky pastaj, o vëllezër, futet, por gruaja e tij tha do t'jep kaq të holla nëse ti pranon kështu dhe të malosh këtë kohë që unë shkoj në atë vend. Në vendin tanë që ti do ta caktojsh këtë, unë të shkoj në vendin tonë dhe aty të shtëpia dhe të dhoma e asaj fqinjes dhe asaj kushikit të cilën këto e kishin. E ky i shkreti bindet që të shkon në atë natë të caktuar, në afatin e caktuar, në kohën e caktuar, edhe në natën e caktuar, e kur shkon aty, dhoma jo e ndriçuar shumë se kushtin e pranoi, e mos të fol shumë, ky futet me atë parafytyrimin e zemrës së tij që është futur me fqinjen të cilën e kishte ky në epshin dhe dëshirën dhe pasionin e tij. E pastaj, pasi që ky bjen edhe flen me to, pasi që mbaron epshi i tij, gruaja e tij i dhes dritat dhe i hap dritat, e ky kur e shef që është gruaja e tij, me të vërtet në atë moment se befasohet shumë. Edhe derisa kur e shef ato, i thot këto fjalë të poezi, o vëllezër, ky poeti i shquar El Farazdaq, të cilët ngelen me të vërtet këto poezi, ngelen kaq të shquara, edhe pse ndodhen në një moment shumë të vështirë, por mësim i madh që e la mësim për gjithë ata të cilët do të vinë pas, tha ma ajmalaki fil haram wa ma aqbahaki fil halal. Tha subhanallah, sa e shëmtuar në halal e sa e bukur në haram. Nuk ndryshoi njeriu, as i ndryshoi fytyra, as fizionomia, as trupi i saj, por ndryshoi zemra e tij që nuk po, me atë pasionin e tij që dëshironte ai të bjen në atë haram, që ai e imagjinonte fqinjen e tij. Edhe ju duk ky haram dhe kjo ndaluar, ju duk atij që në haram aq shumë e bukur dhe e mirë, do t'jetë dhe aq e kënaqshme, do t'jetë në haram, kështu që shejtani gjithherë të mashtron që në sytë e tua e bën harami të duket i bukur, dhe halalin të cilin e kije të bereqetshme e të ndryshme në shtëpi, ta bën shumë të rëndom dhe të thjesht, e ta bën edhe të shëmtuar. E mu para t'i tha këto fjalë të cilët janë mësim, tha sa e bukur në haram, dhe sa e lezetshme në haram, tha dhe sa e shëmtuar në halal. Lusim Allahun që lexojmë që Allahu të na e dashuron dhe të na zbukuron halalin, e të na largon nga shëmtimi i haramit. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi l-ali l-a'la, wa salatu wa salamu ala nabi l-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të ndëruar vëllezër, me të vërtetë se në këtë fjalë ka një mësim madhështor për secilin të ri dhe të re dhe për secilin të moshuar e të moshuara, që të ketë këtë mësim dhe ta dinë se atë që e ka nderuar Allahu xhelle xhelaluhu me halal dhe më të mirë, me të vërtetë se ai është dritë dhe bereqet për to, e kurse e keqja, shëmtuara dhe harami janë aq të shëmtuara dhe të këqija, sa që nuk është vetëm përmbajtja ti që ti përmbahesh në haram, por dikush ta stolis dhe ta zbukuron ty atë haramin, e që të është bërë në sytë e ty që ai haram është diçka shumë më emocionueshme dhe shumë më e bukur dhe më e mirë, edhe se ai i cili të mashtron dhe t'i stolis dhe t'i zbukuron këto veprat e haramit është shejtani, të cilën Allahu xhelle xhelalu në Kur'an tha: "Wa zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum." Ja u ka zbukuruar shejtani punët e tyre të këqija. Ta zbukuron haramin që të duket shumë më e lartë dhe më e mirë. E njeriu i cili ju ka prishur zemra e tij, ai verbrohet nga harami, edhe mashtrimi i shejtanit ja bën që haramin dhe të keqen ai ta shef të bukur ato, të disponueshme për to. E kurse ta shef halalin një çështje shumë e thjeshtë dhe shumë e rëndomt, e ta shef të shëmtuar ato, lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta bën halalin për ne të bukur dhe të mirë, e ta stolis në sytë tonë, e ta bën dritë dhe bereqet, dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu haramin dhe të keqen ta bën të shëmtuar, e ta largon nga zemrat tona. Përmirësoft Allahu xhelle xhelaluhu zemrat tona, na pastroft Allahu zemrën, besimin, dhe na pastroft shiqimin tonë nga të gjitha haramet dhe të këqijat. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.